Ndarjen e lëndëve te na në programe speciale nuk bëhet përmes. Arsyeja pse nuk bëhet përmes mailit, ndoshta mos miri do ta shpjegon menaxheri ose çfarë pozicioni ka që menaxhon smilin në gjatë. Ne kemi diskutuar me to, për shkak ai ka thonë që për shkak të specifikave dhe departamenteve që janë në provojë speciale, duhet me bën një ndërhyrje në smit. Ndërhyrja, sipas përgjigjes së servisorit, kërkon miratime edhe një kompanie që është për ndryshimin e smilit për projekt, nuk jam shumë informacion, s'kam shumë informacion se si. Po ne, po kjo është arsye. Nuk është një diçka që është bën sepse për ne është shumë më e lehtë mund ndarë rastet në smil se sa mund në mënyrë manuale se si ndahen tash. Sipas zëvendës kryeprokurorit Gashi, ndonë se lëndët ndahen në mënyrë manuale, vetëm në disa raste ndodh që prokurorët të kenë lëndë më shumë ose më pak. Mirë po, në referuar raportit, domethënë shihet që rastet mund të ketë 2, 3, 4 raste një prokuror më shumë, një më pak. Po kjo cini të bindur që nuk bëhet më me qëllim, që dikush të ketë raste më shumë dikush më pak, po varet pak edhe prej lëvizjeve të lënda brenda prokurorit. Sepse tash të tregoj pse mund të jetë ky dallim. Për shembull, unë kam rast, për shembull që e kam në regjistrin PPE. Edhe tash gjatë zhvillimit të procedurës, plotësohen kriteret, kushtet që atë lëndë ta kalojnë në regjistrin PPE-s. Tash automatikisht një lëndë po bëhet më shumë se sa prokurorët tjerë, veç një shembull për më. Ose e kundërta në regjistrin tjetër. Edhe kjo është ajo se si veprohet, edhe pse arsyeja pse mund të ketë dikush pak më shumë lëndë, dikush më pak.